Njëna për mesazhet që i kanë shkruajt, kanë thënë, tim kimit një herë pi mrena, unë i dhash fund pi jashtë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme të ndërum xhamat. Kjo është ka e përmendëm. Një për mesazheve që shumë e kanë shkruajt, më ka mit filani pi mrena, e unë u dash mulirue pi për jashtë. Pra unë konopin e bleta, ama ai në shpirtin moti ma ka vra. Kjo ndodh te na shumë të ndërum xhamat. Ti e kimit pi mrena, ti ka mundësi e mrin e mit e vladin pi mrena, ti ka mundësi e vret nanën e babën pi mrena, ja vret shpirtin, ja ki nuk konopin shpirt. Ai thot, masi shpirtin e kam konop, t'ja vnoj edhe konopin edhe trupit. Kujdes ndërum xhamat. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mund pëlqen fjala e mirë, mund pëlqen me menu mirë. Than sahabët, çka me menu mirë ja Rasulullah? Tha kelimetun tayyiba, një fjalë të mirë me thuje. Liroj me shpirtin, liroj shpirtin. Mos thuj me fjalë të rënda, mos ofendo, mos rëno, mos i thonë zora kjo. E keni pa? Vetë njerëzit për çka dush, pyete diçka për biznesin e atij çka atë bë. Pyete për tregtinë e tij çka atë bë. O thot mos e këtij biznesi se i rana ki. Po mu koni rabet e se ban, po ti fiton pare pa ti. Po ti e koprat s'do me kallzue. Pse tutesh me kallzue? Pse tutesh me kallzue? Folja me njerin po hin thuj po. Apo hin. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kur vinin njerzit me mor dijet e ai, thonte merhaban bi talibil ilm. Mirë se vjen ai kërkuesi i dijes, nuk harxhohet kjo. Nuk harxhohet. Nuk harxhohen parë të ndërum xhamat, nuk harxhohet. Do njerëz që do menusi kanë harxhu parët. Çish me bin marrë që harxhohen ai. A ka më dikush diagnoz për këta njerëz që janë t'u tut fukarallokit mi kallzu? O insan, ti ki me dek, a pet ka me pas parë në dunja? Mos u tut, apo? Mos u tut. Ama shejtani shashëri thot, hoxha tu kallzu ama nuk i di ki do punë. O i dina, nuk harxhohet parja. Mos u tut për parë, ki e frikën nesër ahirat që shkëna me dal përpara Zotit. Asnjëri pi njerëzve nuk është duvujt për parë. Andaj njëra për mesazheve cila ente qatelte ruhi, ti ma ki vra shpirtin. E dikush së ne duron këta, çfarë ban i jep konok. A kena vrana dikant të ndërum xhamat? Po nuk është me vra veç me thikë edhe me armë, zjarrit. Jo me vra me një laft të ranë. Erdhi njëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sa ishte të shpërnda do pasuri. Dhe aty u duk padrejtisht ajo. Ama kujna më të mirit njëri në botë. Për të cilin Allahu xha ka marr besnik me ia dhon shpallën e vet. Edhe te pa tha o Muhammed alayhi salatu wasalam. Tha banu i drejt. Ja vrajti shpirtin kjo pejgamberit alayhi salatu wasallam. Tha banu i drejt. A ka njëri më drejt se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Tha banu i drejt se si e i drejt. Kështu njerëz duke dinë çka folin dhe para kujt folin. Tha banu i drejt. I'dil fama adalt. Ti si e i drejt. Edhe tash kyre. Pejgamberi sa nuk ka si njëri që revoltosi. Mirë po, shokët e vet e kanë ditë çka pi thot. E nxeri shpatën Khalid ibn Walid min herë trak. Tha ja, ama e di ku autoriteti ka të me vet. Tha ja Rasulullah, ata drejtoj kët? Tha jo. Jo, leje ta se falet kjo. Pastaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, vllavin tem Musën Zoti më shiroft. Vllavin Musën, pejgamberi i Zotit, Allahu tha më shiroft Musën. E kanë ranuar edhe më shumat, ai ka bosallur. Pra, pejgamberi me çka e menaxhon te kët vrasje të shpirtit, kët lëndim të shpirtit, thonte, o Allah japëm sabër. O Allah durim, lut Allah lozo durim. Del rrug, ka dalë Allah sabër. Sa be gjatja veç e jotja. Nuk ka gjatja veç e jotja. Nuk mundesh me ti ku dush me nuk e rro insan. Merr më rëvesh se sa gjatja jote. E jona këtë bashk. Qilla nuk ka e jotja veç. E jona bashk. Mahalla nuk ka veç e jotja. Faraonave, ku ka faraona? O faraona, Muhammed e juvja këtë kjo hoti. Kjo e këtë bashk, ka thonë alayhi salatu wassalam, kush e zani tokë pa drejtësisht, 7 tokë Allah i ka më ranuar ditën e Kiametit. Sa marrë kjo e jotja, kuptoj se ka e jotja është veç një cop varri. Çata kanë më garantuar po. Ajo janë një cop varri. Por ndryshe, të ndërum xhamat. Mos ja bëni punën dikujt më avra shpirtin, se këtë që do shkën të vra. Na nuk i na të arsitu për para Zotit, pa e kanë pas siklet vallahi. Vallahi kanë pas siklet. Dhe nuk është e rastishme që 1 miliard njerëz kanë shkuar doktor dhe kanë thënë, "O i ranum jam, shpirti më ka ranuar." Andaj, thuni fjalë të mira njerëzve, thuni një fjalë dhe të ndërum xhamat, mos u bëni kraj zullumçarëve. Mos u bani kraj zullumçarëve, ku ta shifë si kanë që të bëjë zullum. O vëlla, mos ban me zullum. Kur ta shifë, ani dost të ki thuj, o vëlla, dost ka më zullum mos ban. Heke vëlla kerën, që ke zonë udhën njerëzve. Po misafir, heke kerën vëlla misafir me ditë që këtë pikinë e kja. I t'ja zonë njerëzve, me dalë dikush me urgjencë. Sa njerëz do të, o gjo, ambulanta besuni. Ambulanta suni, se ki do maqina të pi qaj. Kjo të pi qaj. Dhe pastaj, qaj i njëjtë, a gjithë të pi qaj, haditha të kalzue. Dhe kjo të mitë ketë. Kjo të mitë ketë. A i ku ta shifë që gjithë të kalzu për fejë dhe me këfeja qështu. Këtu e ka zonë njerëzit dojnë me dekë pi kërët atina. Kujdesën të rumë gjemat. Allahun së në rejna. Shterët të shka të dush. Në të mujna mu shtirë shka të dush. A mahu si e bu Urejra, a mahu si e bu Bekri, a si Omeri. A banu e bu Anife, qka dush banu.
veprat. Andaj të ndërum xhamat, njëra prej mesazheve shumë dhimbse, shumë të rana të cilët ata të cilët e vrojnë veten, cila më kanë vrarë pi mrena, andaj pe vraj edhe unë pi përjash veten. Kujdes si sillesh me njerëz, kujdes mas pari pi familjes tane, kujdes me prindët tu, kujdes me vlatët tu, mos ja thujni